Unë kam qenë në Pallatin e Brigadave, siç e përmendi me drejt Klodi, dhe kam denoncuar sepse aty është gati plani menaxhimit për t'u dhënë me koncesion, për t'u ndërtuar hotel në Pallatin e Brigadave, për të kaluar i gjithë menaxhimit tek privati me fokus kryesor fitimi. Është gati plani menaxhimit për Durrësin, për amfiteatrin e Durrësit, për pjesën e qytetit, për pjesën e zbulimeve, dhe aty është menduar me koncesion dhe është bërë plani menaxhimit. Unë kam parë projektin gati për Kalan e Gjirokastrës, ku ka brenda bare, restorante, salla kinemaje në mënyrën e menaxhimit. Kam parë projektin për Kalan e Alipash të Pelenës, flitet siç tha dhe Klodi për Porto Palermo. Pra, në fund të ditës ne prisnim që do të kthehej kultura në një mall tregtar, dhe kjo ministri që po krijon është thjesht Ministria e Koncesioneve në trashëgiminë kulturore. Pra, de facto, atë që bëri me Butrintin, që nuk e trajtoi në komisionin ton të kulturës, por e trajtoi Komisioni i Ekonomisë, sepse e trajtuan si një mall tregtar dhe e trajtuan në përpara të një koncesioni, qa do marrë privati, qa do japi shteti, sa vite do t'a japin, pra në pikpamje të fitimit, atë do të bën edhe me gjithë pjesët e trashëgimisë kulturore. Këtë po e materializojnë dhe duke të bërë ndryshime në ligjin e zonave të mbrojtura, sepse shumë nga zonat e trashëgimisë kulturore, jo shumë, po të gjitha janë pjesë e zonave të mbrojtura, duke ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura, që sot është duke u diskutuar në kuvend. Kur them sot, kam parasysh këtë periudhë, sepse tani fillon në 15 janar, me propozim të 12 deputetëve socialistë, ku në zonat e mbrojtura mund të ndërtohet dhe në zonat e mbrojtura mund të zhvillohet veprimtari ekonomike me lejen e qeverisë. Duke i kombinuar këto bashkë, pra duke lejuar që në zonat e mbrojtura me ligj tashmë të lejohet që të ndërtohet dhe të bëhet veprimtari ekonomike, dhe nga ana tjetër duke e shkry kulturën në funksion të ekonomisë dhe të koncesioneve, vim tek ato, tek interesat e oligarkëve në Shqipëri, tek interesat klienteliste, ku do të jenë thelbësore ndërtimi i resorteve, ndërtimi i çdo aktiviteti ekonomik që i hyn në punë një oligarku, dhe shkatrimi përfundimtar i kulturës dhe i trashëgimisë tonë kulturore, i identitetit dhe historisë kombëtare. Një nga arsyet që ne jemi në gjykatë kushtetuese është pikërisht sepse ti nuk mund të trajtosh trashëgiminë kulturore me a nxjerr para apo nuk nxjerr para. A fiton $2 milion apo fiton $3 milion. Kur trashëgimia kulturore, bazën e vet, e ka ruajtjen e identitetit, transmetimin e saj të paprekshëm tek brezat e ardhshëm, sepse ka të bëjë me origjinën, me atë që ti je, pse ti je Shqipëria, pse ti ke origjinë nga Ilirët, kush është historia jote. Jo çdo gjë duhet të trajtohet në konceptin të shitet dhe të blihet se sa mund të fitoj shteti. Dhe ndaj në dimensioni kulturor, ka qenë një dimension që nuk është parë asnjëherë nga natyra ekonomike, por është parë nga natyra se si i shërben identitetit kombëtar, historisë, trashëgimisë, atë që ne i lëm trashëgim. Ne po e marrim në mënyrë të mirëqenë që mund të jetë kështu.